Prandaj Allah çka tha? Wala tanazau. Mos u dani, mos u përçani, apo? Pse çka ndodh pastaj? Fatë fshelu. Nga se tani dështoni, o të dhe beri hukum, edhe pastaj ju delera. E ke pa diku, i ka do lera këse pune. Dan, u prish, i ka do lera. Si të përqani, ju merë erë armiku, dhe s'ka sa për tyne, ko ka ndapëtën. Ama kur të merë erë, era e fuqishme e unitetit, ja mbush hunë të ti, pastaj edhe mendje shkon pak më ndryshe, për me esynu këtë vend, apo të arme e rinisë tona. A e të nëzër, jemi të obliguar me mirëbër lidhe që Allah ka thonë, inë me l'mu'minune ikhwa. Besimtarë të jenë vlazën. Vlanë s'ki ku me e që, vla e kia. S'pëlqen, s'pajtosh, vla është Allah. S'ki ku me e që. Tonën, s'ki ku me e që. Ku ki me e që? Jo të jështë. Pradaj, kemi obligim që të investojmë sa ma tepër në unitet, në bashkim, në bashkëpunim të fushave të ndryshme, edhe në investime, edhe në ndërtime, edhe në mësim e gjitha potenciale që i kemi në shërbim të ruajtjes së identitetit tonë, të ardhmës tonë dhe mbrojtjes nga rreziqet që na kanosin e që thash janë të formave të ndryshme.